Atëherë që kemi dhe mirë se erdhët një full day of eating, se çfarë ha unë që gjithë ditës që të maj këtë fizikun këtu. Atëherë për gjithë ju që mbase i ndiqni videot e mia për ditë, që është një pakicë mendoj, e vini re që e filloj ditën gjithmonë me një pije e cila është kjo këtu. Kjo këtu nuk është asgjë tjetër veç se një elektrolit, i cili përmban thjesht ujë dhe krip, po jo thjesht krip tavoline ose si themi krip gjelle. Normalisht kur bëhet fjala për pije elektrolite, është mirë që të përdoret ose krip keltike, krip hawaiane, ajo rosta, ose unë jam duke përdorur këtë Red Hawaiian Salt. Duket mrap se jam duke përdorur kamerën përpara. Por ideja është që përveç natriumit, përmbajtjes natriumit që kripa ka, duhet të ketë edhe përmbajtje të tjerë të mineraleve, siç është për shembull potasiumi, si themi shqip, kaliumi, kalciumi etj etj. Pra që quhet një elektrolit i mirë dhe kripa e gjellës nuk është se e ka këto, duke qenë se është e purifikuar. Atëherë, kjo gjëja këtu për 100 mg normalisht ka goxha sodium, pra ka 38.000 mg, po nuk është se do jetë 100 gram normalisht. Maksimumi unë kësaj gjë si e thjesht një majuc, një pinch, që i bie kjo shmulli, maksimumi 4-5 kurtisje si kjo gjëja. Në 400 ml ujë, 400 varet. Të paktën të jetë gjys litër në një, por 400 preferoj, dhe duke qenë se kam marrë këtë lloj ngjyre kështu, është për shkak se të ditë kam qenë pa qef, i kam futur edhe një multivitamin si thjesht për t'i shtuar përmbajtjen. Kaq, e pim të lloj gjëje, ne vazhdojmë te gjërat e tjera që ha. Atëherë edhe diçka për herë të fundit, se do thoni ju për çfarë përdor elektrolitin. Normalisht kur stërvitesh dihet që nga dishta do dalin shumë kripra minerale, siç është sodiumi, kalciumi, potasiumi etj etj. Dhe është mirë që ti të paktën të kesh këto gjërat në sistemin tënd, plus që të ndihmon me pumpin. Realisht kripa duke qenë se të rritet presionin arterial do kesh një pump më të mirë në palestër. Kaq, tani për sa i përket vaktit të parë, kemi ma shpif kjo gjë që është mbrapsht, se është kamera parë, por nuk kemi çfarë të bëjmë të çojë veten. Overnight oats. Tani për sa i përket ku kam telefonin tjetër? Një moment. Atëherë, për sa i përket makrove të kësaj gjës, ose më saktë përbërjes se ça kam të overnight oats, kemi 45 gram të shër, 70 ml qumësh bajame, një skup whey protein me shije lule shtrydhe dhe kamsejer, 160 gram kos grek 2%, 15 gram mjalt dhe një banane. Që në total, kjo shkon vakti im i parë para palestërës, pra shkon 564 kalori. Në qoftë se jeni të interesuar për lëm makro këtu. Dhe në qoftë se ju pëlqen që t'ju tregoj se si bëhet receta kësaj gjës, ndonë se nuk ka ndonjë shkencë madhe, ma bëni ditur në komente ose më shkruani DM në Instagram. Kaq, nuk besoj se do më shikoni mua duke ngrënë, ndonë se e provoj mirë si kanë dalë, po që gjithmonë dalin mirë këto gjëra, se zbuten mirë. Po. Vetëm gjë që do shtoja faktikisht është fakti që nuk i kam hedhur mjedër kësaj here, se nuk pati. Po nëse hidhni dhe i grusht mjedër kësaj gjës, do shumë e mirë. Kaq, mbarojmë të vaktin, ikim stërvitemi, edhe pastaj ham mëngjesin, sepse për mua ky nuk është mëngjesi faktikisht, për mua ky është një pre-workout.
Okej, më në fund, tashi. Ky është mëngjesi tamam që unë ha, sepse ai që thash pak më përpara normalisht ishte pre-workouti. Tani, pak a shumë ju besoj pat ato beer rollsat, po që mëngjesi pak a shumë konsiston në 3 vezë, një tost integral me 2 prosciutto pule dhe 1 djath guda dhe një konserv peshku makarel. Normalisht vaj një kulloj kësaj gjës dhe fill ose më saktë para mëngjesit marr kreatinën. Normalisht në ditët që punoj nga shtëpia, kreatinën e pi këtu, ndërsa në rast se për shembull jam nga zyra, atëherë më detyrohet që ta hedh tek overnight oatsat. Dhe ju do thoni si e merr ti kreatinën, se thon sa tretet mirë në ujë të ngrohtë, sa thon tretet mirë në ujë të ftohtë. Voilà, ja si e marrëm kreatinën. Magic, asnjë shkencë. Tek e fundit, po në stomak do shkoj se e merr me ujë të ftohtë ose e merr me ujë të ngrohtë. Dhe një gjë tjetër për t'u theksuar për sa i përket suplementeve normalisht është fakti që përdor dhe një ndër to, domethënë se ato të tjera do t'i shfaq më vonë, vitamin D3 dhe K2. Dhe kjo gjë mund të jetë shumë potente për disa, se shumica e dozave që kanë parë nëpër farmaci janë diku te 1000 IU, 2000 IU, ato të naos kryesisht. Kjo mund të jetë 4000 IU. Nuk e shoh si mbi dozë realisht, më besoj është brenda normave, deri 5000 IU mendoj që janë në rregull. Po kjo normalisht varet edhe nga personi sa mirë absorbon. Dhe keni parasysh diçka, se kam parë shumë persona që marrin për shembull D3, por nuk e shoqërojnë me vitamin K2. Kjo është e rëndësishme. Gjithmonë kur merri vitamin D3 shoqërojnë me K2, sepse K2 largon kalciumin që akumulohet në arteria dhe zbraz. Kaq, nuk besoj se do më shikoni mua duke ngrënë. Nëse jeni të interesuar për makrot, atëherë. Makrot e mëngjesit janë këto. 785 kalori total, vetëm se problemi është këtu shtohen që të gjitha, por po e lë këtu, nëse ju intereson. Kaq, shihemi në vaktin tjetër, Nacho. Okej, tani për drek. Dreka është një ndër vaktet që unë e ha qik rëndshëm, ose më saktë është më i rëndi nga vaktet. Dhe dreka konsiston në... Mos shikoni që janë 2 qese këtu, sepse një do e bëj t'i shoku domës. Te 500 gram krapule, normalisht do t'a peshoj tani të pagatuar. Dhe marinimi që i bëj faktikisht është shumë bazik, madje meqense jemi rolling, bëjmë njëjtën kohë edhe marinojmë edhe flasim. Dhe normalisht dihet që kur ne gatuajmë ushqimit kurret edhe do peshojmë pak, por që ku e shënoj tek aplikacioni fitnessit, normalisht e shënoj si të pagatuar. Okej, 500, okej, thuj se 500 vajdi këtu. Në njërë këto, krahat kanë dhe pen, siguroni që t'i hiqni. Jo se ka në gjë dhe nëse shpëton në i. Tani, përsa i përket marinimit, që mos t'i shtojmë edhe shumë kalori, jedh vetëm shumë pak vaj ulliri tyre, sa për me i dhe në një, se diqa quhet kjo lëvizja kështu. Pësaj, nuk e di, besoj shifet dhe në video këtë gjë, që këtu kam një raf me erëza të ndryshme. Marinimi është shumë bazik që përdor, speci kuq, udhër e blur, piper i zi dhe krip. Kaq. Po që jep shije faktikisht. Tani normalisht më përpara, siç më shikoni këtu kam vënë zgarën e furrës, sepse më përpara i bëja në air fryer krahet, mirë po na lash net air fryeri. Edhe sa gjejmë air fryer tjetër më të mirë. Tani jo se dalin keq në furrë, po dilin më të mirë realisht në air fryer, kështu që do manovrojmë për një farë kohe sa të kemi nge. Këtu mund të kemi edhe afërsisht 2 lugë gjelle spec kuq. Përsa i përket hudhrës, jedhem vetëm pak. Kaq. Nuk ka nevojë për shumë hudhër se bësaj plas i shije. Piper zi po kam qef që t'jetë çik pikante, jedh diku te mund t'jetë një lugë çaj do thoja. Dhe krip pësaj. Kripën nuk e qellis mirë, zakonisht, është diçka që e vënuar. Është që here we go, i japim një pinç tjetër.
Edhe me këto duart me kallo i futemi. Ups, nëra, shkelqyshim. Ai nuk e di nëse kjo do jetë mënyra më e mirë faktikisht për t'i marinuar, po që mendoj nëse i lë, po them, i bën që tani dhe i lë gjatë natës që t'i bësh nesër dalë realisht më të mirë, apo meqense me këtë rast thash, ok, po bëj full day of eating, i bleva edhe këto gjëra të shumë, kështu që normalisht bëj marinimin tani. Po që del më mirë faktikisht ku i para marinon që ta thithi mirë atë. Siguroni që t'i shpërndani mirë të gjitha krahët, nëse do bëni këtë gjë në shtëpi. Edhe by the way këto janë para krah pule faktikisht, nuk janë fix krah se kanë hequr ato si cung. Okej, kështu. Halim çika hapësirë këtu. Edhe i rreshtojmë si ushtar. Okej, meqense pat për sa i përket krahave, tani do t'i tregoj gjën tjetër sepse nuk është vetëm ha krahat, por ha dhe thjerza. Shplet çik duart edhe t'ju tregoj edhe për thjerzat. Okej, thjerzat normalisht i preferoj, i lëm këto te vendi. I preferoj në mënyrë sallate, le të themi, ose më saktë i bëj si sallatë, se më përpara preferoja që t'i bëja gjell, që i fusja thjerza të ndryshme. Po tani fare mirë kam bërë rahat sepse çfarë bëj, zi shumë, t'i kem paktën për 2-3 ditë dhe i maj këtu. Thjesht i zi me ujë edhe në gjethe dafine që të marrin çik shije më të mirë. Dhe marrim një lukë, lasha të lukën çfarë. Dhe zakonisht edhe këto i peshoj, 250 gram, dhe çfarë bëj? Në vend për shembull që të kem këtë lëngun që kanë thjerzat, kanë vetëm pak lëng faktikisht, po i lëm çik kështu. Sa marrim 196, besoj edhe 2 lugë, jo edhe 1, 250 fix, bravo, precis. Dhe këtë e marinoj me uthull molle, uthull balsamike, i edhe çik djath të bardh, një 50 gram djath të bardh, i miksoj dhe del shumë e mirë. T'ju tregoj më mirë edhe këtu. Po, edhe 15 ml vaj ulliri, sigurisht. Që i masim gjërat. Dhe nuk është e thënë gjithmonë që t'i peshoni gjërat, po për konsistencë që t'i tregoj edhe makrot sa më saktë. Okej, në rregull. Ndonjëherë duhet jeni të kujdesshëm me peshorën se nuk e shënon direkte. Edhe për shembull ti mendon se kur i ke hedhur 10 ml ku pap shfaqet ai 20 ml, kështu që më mirë hidheni avash avash që të shmangni dhe kaloritë shtesë. Dhe me qira fjala se shumica këtu gabon zakonisht te pjesa e kalorive që i hedhin vaj edhe e mbushin me vaj, edhe thonë ok, unë ngra pak, po si ka mundësi që nuk nga pesha. Por realisht ku i peshon gjëra dhe shikon se sa vaj hedh, atëherë thua ok, ai nuk ishte pak. Hedhim një 20 ml uthull molle. Okej, në shkallë qik dora 22, pas ka gjë. Dhe uthull balsamike, diku të 10 ml si kjo, se dhe kjo jep qik qjetë mirë. Perfekte. Djathin senzor këtu mund? No, senzor, okej. Marrim dhe djathin. Dhe i s'poj këpus me thikë për marrë me dorë për afërsish, mund t'jetë diku të kaq? No, kaq është shumë. Let's see, është 50 kaq? 27, okej, si isha far off. Dhe këta, shkërmoj që asipër. Kaq, thjesht të razoj këtë gjë tani. Edhe you good to go. Dhe të fus krahat, marinoj dhe ato pjesët ati shoku, t'i fus dhe ato në t'i fus dhe ato në furr, edhe përse i tregoj end resultin. Shihemi për gjysore sa t'i pik të gjërat. Okej, dhe dreka është gati. Arrova të shtoj edhe diçka tjetër që normalisht ha dhe i frut në drek, cili është kiwi, ose mund të jetë edhe një frut tjetër, po zakonisht kiwit preferojmë që se kanë shumë fibra dhe kontent të madh, përmbajtje të madhe të vitaminës C. Dhe siç u thash çfarë që përveç vitaminës D që e marr në mëngjes, tani marr dhe omega 3 dhe magnez i formës glicinata. Do thoni ju nga ndryshon magnezi, sepse normalisht persona të ndryshëm marrin magnez, po nuk e di çfarë forme marrin. Magnezi glicinat është magnezi më i përthithshëm nga trupi, diku te 80% shkalla e përthithjes, që mendoj që është më i miri, plus që normalisht magnez të ndryshëm kanë dhe efekte të ndryshme. Ky zakonisht përdoret më tepër për relaksim edhe për gjumvëndje me aq sa kam dëgjuar, po që edhe për energji, kështu që mos na bjerë praktikisht energjia gjatë ditës, pas çka se është drek. Dhe kaq na çu. Në gjë tjetër, s'besoj se kam për të thënë për sa i përket drekës.
dhe një përmbledhje, po, makrot. Okej, dreka shkon 1137 kalori, cilat vijnë nga 250 gram thjesht dhe që thash, 15 ml vaj ulliri. Tani këto krahët e pulës gjeta një që përshtatet pak a shumë kësaj se nuk janë fix këto realisht, që shkojnë diku te 525 kalori. Një kiwi edhe 47 gram djath të bardhë. Pastaj normalisht uthulla e mollës edhe ajo uthulla balsamike nuk rrezikojnë shumë kalori, maksimumi 10 kalori shtojnë edhe nuk para shënoj ato. Po që po ja lë dhe makrot e drekës këtu që ti shikoni vet. Kaq. Shihemi jo në vaktin e radhës, po në snackun e radhës, sepse i ardhshmi është një snack. Na bëth mirë. Okej, Nacho dhe Nacho. Ky është në radhë vakti 4, po që siç e thash tek dreka që është më tepër snack, por pavarësisht është një ndër vaktet e mia të preferuara sepse është mbase më i ëmbël nga të gjithë, ose më i ëmbël se pre-workouti që ëngra, i cili konsiston në patate të ëmbël. Voilà. Normalisht që t'ju kursej edhe juve kohën, vajta dhe e gatova paraprakisht. Dhe mënyra se si unë e bëj pataten e ëmbël është thjesht e zjerë. Pra në këtë mënyrë që mund ta bëj si tip puree ose mashed potato që i thonë anglisht. Dhe në këtë rast e peshojmë t'ju jap edhe sakt juve makrot sa do konsumojmë. Marrim atë pirone. Okej, plot 554 gram patate të ëmbël. Tani do thoni ju thjesht patate të ëmbël? Jo. Faktikisht këtë lloj gjëje e bëj pak a shumë si ëmbëlsirë, dhe gjë tjetër që i shtoj unë realisht është edhe çik mjalt. Dhe ky mjalt faktikisht është i mirë, ja mora i koleget punës. Edhe ishe mjalt nga Mallakastra, nga lulet e mandarinës, mos gabofsha. Meqense kanë edhe si tip specialiteti ata nga zona ndej, po që me vërtet pëlqej është shumë i mirë. Për sa i përket mjaltit, i hedhim diku tek 20 gram, që me afërsi nuk e di sa lugë gjelle mund t'i bie, po që ku i peshon gjërat e di pak a shumë sak ku je. Tani, kjo është recept bazike që bëjmë faktikisht me këtë, sepse qofse doni që ta bëni edhe çik më të shijshme, po varet nga preferencat. Mbase disa persona u pëlqejnë vetëm kështu, edhe shtypin normalisht. Disa tjerë mund t'i pëlqejë edhe fakti që kësaj gjës mund t'i shtosh edhe çik gjalp kikiriku, mund t'i shtosh për shembull një lugë gjalpi kikiriku, po më shumë shkon më tepër me gjalpin e bajameve kjo gjë faktikisht, për që ai shik më i shtrenjtë. Po edhe kështu do thoja nuk është keq. Është shtypi mirë edhe të razojmë të lloj gjëje. Dhe që ti jepni edhe çik, nuk më vjen në i termi dur shqip, po ti jepni çik punch më shumë. I shtoni edhe çik ku është? Kanell. Pra, patate e ëmbël me mjalt dhe kanell. Praktikisht kjo është më tepër si ëmbëlsirë për mua. Dhe me erën e kanellës del. Të paktën ky është një ndër snacket e mia të preferuara. Dhe për sa i përket makrove, lajmë çik duart se kemi çik me mjalt. 521 gram. Tani, nëse jeni të interesuar dhe për makrot, po ja lë këtu. Kaq. Që ke muskuj dhe shihemi pak më vonë në darkën dhe e mbyllim këtë full day of eating. Nice. Okej, Nacho dhe Nache, nuk ishe si të mos mungonte vakti klasik i bodybuilding, i cili është orizi, dhe normalisht diçka shoqëruese dihet që ju mendoni që dohet filetoja, por kam kohë që nuk përdor faktikisht fileto, jo se doli ky budalliku së fundmi që erdhën me salmonela etj, por duke qenë se i kam konsumuar për një kohë të gjatë, thash që okay, duhet bëj ndryshim, edhe i kam zëvendësuar me diçka tjetër faktikisht, me qoftë shtëpie,
nuk do t'i bëj të 3, do bëj vetëm 2 faktikisht, por që përpiqem tani që në dietën që kam të kem pak a shumë siç është mishi i kuq për shembull, mishi i bardhë i pulës, peshku, bishtajci, thjerrzat e tjerë. Kështu që thash nuk pa vetëm pilav dhe fileto, siç menduat dhe ju që mendoja sigur haja vetëm pilav dhe fileto. E përgatisim këtë dhe pastaj i bëjmë një wrap up komplet ditës edhe çka konsumoj unë edhe para gjumit gjithashtu. Që me të gatu me këto, me të pjekur dhe unë qoftet, me qënë se kam nxehur dhe furrën, shihemi për pak. Okej, dhe vakti përfundimtar thuj se u gatua, ose më sa u gatua, pilafi me qofte shpije. Edhe makrot përfundimtare, ose më sa kalorit dhe makrot ja u lë diku këtu. Kalorit totale që unë kam marrë sot janë 3628 kilokalori ose kalori, nga të cilat 234 gram janë proteina, 383 gram janë karbohidrate, 130 gram yndyrna, 56 gram fibra, 114 gram sheqerna dhe këto gjërat e tjera që po të dëshironi normalisht mund t'ja u lë këtu që t'i shikoni. Kjo është pak a shumë se ç'a haun në një ditë në përditshmëri. Normalisht në këtë rast për shembull kisha për darkë pilaf dhe qofte, por në raste të tjera për shembull mund të kem mish të grirë me ato tortilla wraps, diçka që është po brenda, ku di unë, kornizave të makrove që dua unë të arrij për shembull. Tashi normalisht një gjë që mas e ju intereson juve tek e gjithë kjo full day of eating është se sa mund të më shkoj mua në muaj se si ushqem kështu, sepse shumica besoj që kanë atë mendimin që të ushqesh shëndetshëm kushton. Realisht që gjitha këto gjëra tu që shikoni ju, mu më shkon diku te 250-300.000 lekë në muaj. Këto ushqimet që ha unë për ditë. Tani, çështja është ha pak a shumë këta gjëra, prandaj më shkon aq pak, por nëse ku di unë, mësohesh me faktin që të hash njëta gjëra pak a shumë për ditë, keni për të kursyer shumë lekë në periudha fatgjate. Dhe çfarë do shtoja gjë tjetër? Dhe suplementet që unë marr para gjumit, normalisht nuk është se marr në gjë tre, marr po prap omega 3-shin, sepse doza e kësaj është 2 kapsula në ditë, pavarësisht se do thoya që DHA-n edhe EPA-n unë sot e kam mbi plotësuar, ose si do jetë fjala duar, për arsye sepse makareli që hëngra mëngjes ka omega 3-sh. Një kapsul që e mora në treg dhe tani në darke jam pothuajse full option me omega 3. Prap magnezin kësaj here siç thash për relaksim dhe për gjumë dhe diçka që po e marr vetëm sot ose kam për ta marrë këto ditë është ashwagandha, KSM 66. Dhe vetmi arsye që po e marr ashwagandhën është për arsye e kësaj orientimit të orës tani, sepse dua që të paktën të flej gjumë sa më shpejt dhe të çohem sa më shpejt, sepse dola çik nga rutina ime. Dhe do thoni ju pse nuk e merr për herë ashwagandhën? Jo, nuk e marr për herë ashwagandhën sepse ashwagandha për mua, ose të paktën për gjithë mendoj, duhet marr në periudha ku ti je vërtet i stresuar të tipit për shembull, nëse je një student që ke sezon provimesh, një person që ke ngarkesë të lartë në punë e tjerë që tuli nivelin e stresit sepse është anksiolitik, pra për uljen e stresit dhe ankthit. Dhe do thoni ju, po nuk është gjë e mirë edhe ku nuk ke që ta marrësh? Jo, sepse kortizoli duhet në nivele optimale. As i ulët, as i lartë. Sepse në rastin për shembull siç e kisha unë që mu ul, më pjesh si rob. Në sensin që nuk të shijon më ku ta di unë ajo rufitja e kafes në mëngjes, je shumë i mpir emocionalisht, nuk di si ta përshkruaj si gjendje. Pra, ju duhet çik stres, po jo shumë i madh, jo shumë i vogël. Kështu që ashwagandhën nuk po them ose përdorni, por përdorni me faza. Të rastin po e përdor thjesht që të nxjerrë gjumin më mirë. Dhe kaq, nacho dhe nache, shpresoj që t'ju ketë pëlqyer ky full day of eating, pak a shumë çaha unë në përditshmëri.
budget friendly, sigurisht. Nuk është se kam marrë në gjë, la di unë, ezoterike, super të shtrenjtë. Dhe shihemi në ditët e tjera tani të stërvite, sepse nuk besoj të bëj një content ngjashëm për ca ditë si kjo. Na bëf qek dhe muskuj. See you.